Një konflikt mes dy komshinjve ka përfunduar me plagosjen me thik të një 42 vjeçari në lagjen numër 14 të qytetit të Korçës. Sipas të dhënave paraprake, sheri ka ndodhur pranë banesave të tyre pas mosmarrëveshjeve të mëhershme për motive të dobta. Gjatë konfliktit, 54 vjeçari Gëzim Ramka dyshohet se ka goditur me një thik të vogël fqinjin e tij, Rigel Sianaçi, duke i shkaktuar plagë në pjesën e qafës. Pas ngjarjes, autori është larguar drejt banesës, ku është gjetur dhe arrestuar nga shërbimet e policisë së Korçës. I plagosuri u transportua me urgjencë në Spitalin Rajonal të Korçës, ku ndodhet në repartin e reanimacionit nën kujdesin e mjekëve. Sipas informacioneve paraprake, të dy personat kanë pasur probleme të shëndetit mendor. Policia ka sekuestruar mjetin prerës të përdorur në ngjarje dhe po vijon hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e konfliktit.